Çdo paknatësi që e kanë subjektet politike e çojnë me automatizëm të gjykata. Gjykata pastaj nuk po merr këtu është vërejtja ime, nuk po merr vendime të prera decisive, por po bjen vendime të cilat janë shumë kuptimshme dhe këtu faktikisht po në mungesë të një vullneti politik që e kanë, jo vullneti, po me thonë ma drejt për drejt interesat që i kanë, se subjektet politike kanë interesa, për shembull tek puna e presidentit. Opozita e ka interesin me vu një njeri, këta po i thojnë me konsenzus, me kompromis, që është një mashtrim ordiner në kuptimin që po kërkojnë hisen në këtë pushtet. Është e natyrshme, mirë po kur nuk i ki numrat, atëherë ti nuk mundesh me kërku këtë. Por është argumenti se nuk mundet mu vo as qeveria aktuale, nuk i ka numrat. Du të me konë të presidenti, kem 80, biletash vendimi i fundit i gjykatës e ka shpërsu, dhe me thonë në seancën e parë shkon 80, pastaj 3 seanca motë, edhe me 60 me kalu. Cilat ishin në vartë paqartësit e gjykimit fundit? E ka shpërsu.